Ideja që kom pasën e për familjen, për bashkëshortin, për idealizimet që i kom pasë në mendjen time, nuk kanë shku ashtu që unë i kom ndru, që unë e kom pasë pritshmëritë e mia. A ki vujt në këtë marrëdhënie? Shiko, tani jam pak më e rritun, e reflektoj pak më ndryshe. Mund të them që ndoshta kam qenë një ndër vajzat më me fat, sepse prej kësaj lidhje kanë ardhur 3 fëmijë të mrekullueshëm. Dhe asnjë gjë nga jeta ime, nga vujtjet e mia, nga sfidat e mia. Kemi një foton ku shihet Ariola me 3 fëmijët e saj. Dalje kemi atje. Po. Kjo është një prej fotove më të pëlqyme, diku 2 milion viewers i ka. Shumë njerëz, për shembull, nga që unë ju kam thirrë shumë beba, njerëzit kanë menduar që këta janë shumë fëmijë të vegjël për moshe. Nga njëherë më thonë e pa besueshme, se këta të 3 janë gati jo, Helga dhe Rubini janë ma gjatë se une. Alesja, do me thonë, kësaj vere pritet me na kalu gjithve për gjatësi, edhe nuk e besojnë kur i shofin me mu. Po këta beba, jo? Ariola, sa ndryshoj më pas divorcit jeta jote, se atëherë po m'duket i ki marrë atë fokusin edhe dëshirën që ti me pas një karrierë të bukur që gjithmonë e ki Unë e habitem me publikun se në momentin që kom shku në Big Brother më thonë si ka mundësi ti artistet të në këto vite në skenë, në fakt s'kom pas shumë vite në skenë. Unë i bona 9 vjetë që dashë në skenë, edhe ka qenë një periudhë shumë sfiduse për mu. E pa njohura, pa siguria, më kanë shoqëruar gjatë gjithë kohës, sepse ti nuk e din fatin tënë, nuk ja lën dorë kohës. Edhe tani reflektoj, jam më e rritun e jam më e pjekur edhe them Elita, po pse jam mërzit kaq shumë. Do me thonë, nuk i kom lënë gjanat me rrjedh natyrshëm, i kom dhënë pak më shumë zërë që se duhet. E kom rëndu veten shumë. E kom rëndu veten shumë bajagi për me i dhonë shumë zërë për një të ardhme që ndoshta o kone shkrume për me ndodhë, edhe për me kone Ariola që jam sot. Ka qenë shumë sfiduse, ama mos me pas qenë këtë sfida nuk isha sot për balë teje. Edhe ndoshta nuk isha as për balë publikut, mos me pas ndodhë këto sfida në jetë. Dhe falenderoj se cilën sfidë që më ka rritë edhe më ka sjellë në këtë pikë të jetës ku jam. Ma e rritune, ma e vetëdijshme, ma me vetë besim, shumë e pjekur, shumë e vetëdijshme për Ariolën që jam edhe du të bëhem. A mendon ende që divorci ka qenë vuajtja më rënd në jetën tënde? Jo, mendoj që... Ose si sfidë? Mendoj që nuk e kam pa shumë qartë atë periudhë. Mes dëshirës për qenë familje, mes sfidave që erdhen më pas, e kom ngarku veten shumë psikologjikisht. Edhe kom bë gabim. Sepse gjithë shka ndodh për një arsye. Dhe gjithmonë ka ndodh një pikë rënje për të ringrit, ndoshta më e fortë, ndoshta për të fitu ato që unë e kom meritu. Ndoshta nuk, jo ndoshta, po ka qenë shkrume që të vinë 3 fëmijë në jetë, pikërisht me këtë partner, për me i gëzuar këta fëmijë, dhe janë dhurata më e madhe që kom marrë. Sot nuk e shoh si fatkeqësinë më të madhe, unë e shoh si bekimin më të madh, nga e cila kam përfituar 3 dhuratat më të çmueshme të jetës. Çkado që bëj në jetë, çkado që më vjen, unë e ndina shumë e plotësume, sikur kur mos dal në skenë, do me thënë e di që vlerën më të madhe, si njeri, si grua, si person e kam te fëmijët e mi. A ruan ende komunikim? Me ish partnere? Nuk është se kemi ashtu komunikim, por nëse na bjen ndonjë rast për të bashkëpunuar për fëmijët tanë. Fëmijët? Po, fëmijët kanë një marrëdhënie shumë të mirë, qoftë me teatrin, qoftë me familjen e teatrit. Unë jam investuar shumë këtë pikë që ata mos ta ndjejnë këtë mungesë, pa çka raportit ton. Unë e kom reflektu, kom qenë në reflektim gjatë gjithë kohës si me përmirësu këta marrëdhënien e tyre që mos jem unë pengesa në mes, nga njëherë
divorcet shndrohen në fush betejë, jo janë fëmijët e mi, jo janë fëmijët e tu, e në fakt janë fëmijët e të dyve, duhet me nda të dy përgjegjësitë për të mirën e tyre. Unë jam investu shumë që në qoftë se ata janë ndi keq për ndarjen tonë, sigurisht që sot ndihen shumë mirë në prezencën e tjatit, ashtu siç ndihen shumë mirë edhe në prezencën time.